Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 26 qershor të 2025. Duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishme, por ku mund të jetë rëndësishme të gjitha ditët që po të shikoni kanë mundësi dhe rëndësi të veçantë në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha që vijnë në anën tuaj. Data 26 është një ndikim shumë i mirë sepse ka të bëjë një gjashtkëndësh ju e dini se është për të mirë, që formohet nga gafora me uranin në dem, duke bërë ato që një ditë shumë ideale për propozime ide të zgjuara, për blerje të produkteve apo gjëra të kësaj natyre ose një pasuri të paluajtshme. Është e mundur të përfitoni dhe jo vetëm kaq, por keni dhe ndryshime të mëdha. Ndikimet që kanë të bëjnë në fushën e punës, mundësi të arta që vinë tani e tutje, duket se ditët më të mira që ka thot, do të thot me demin, do të thot me gaforën, do të thot me virgjëreshën, peshqit, bricapët, akrepët dhe diçit të tretë, kur kanë fitime dhe jo vetëm. Gjithashtu për ata që kanë planeten në këto shenja. Kemi gjithashtu një ndikim shumë të madh në të njëjtën ditë, në orën 12 dhe 13, kemi diellin që formon një gjashtkëndësh me Marsin, një kënd veçanërisht pozitiv që rrit mundësitë dhe rëndësi të veçantë në fushën e karrierës. Dhe kjo do të thotë që ka të bëjë shumë me takimet dhe vendimet. Jo vetëm kaq, por kemi edhe Mërkurin që kalon në Luan në një trekëndësh me Saturnin në Dash, ku jepet mundësi shenjat e zjarrit, Dashi, Luani, Shigjetari ose ata që kanë ascendente në këto planete. Ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitive. Këtë ditë mos e lini pas dore sepse është një ditë shumë pozitive dhe jo vetëm, keni ndikime shumë të mëdha. Para se fillojmë parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë kemi pikërisht këtë faqja rozastrologu.al, ku atje mund të klikoni dhe të shikoni se si mund të bëni parashikimet dhe më pas për të marrë parashikime të detajuara dhe të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që çdo video që astrologu.al ngarkon në YouTube, të shkoni të dëgjoni të parë, të shkoni të parë, atëherë duke na bërë subscribe këtë butoni shkoni këtu, jemi gati atëherë për në kohën që jemi live të dërgoni mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, meqenëse shenjës së Dashit këtë periudhë e kanë mjaft të mirë dhe është e tyre për një mirë arsye për sa përket çështjeve që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me ndryshime të mëdha tani e tutje. Mundësi të arta që keni në fushën e dashurisë duket se ka të bëjnë me peshore. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demëve. Për sa përket shenjës së Demit, meqenëse Demi duket se tani është në rrugën e mbar, ka diçka shumë pozitive dhe ka një mundësi që vërtet është kohë e mirë, është kohë pozitive në lidhje me takimet e punës, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që do të merrni në fushën e karrierës. Nga ora 11 me 12 është kohë e përshtatshme në fushën e dashurisë, edhe pse një problem të vogël që keni pasur me bricap duket se do ta zgjidhni pikërisht tani. Shkojmë tek shenja e radhës, janë binjakët. Binjakët dashur, është koha dhe momenti për t'i thënë po negociatave, për t'i thënë po kontratave, për t'i thënë po ndryshimit të punës të rrugtimi që keni, një udhëtim shumë të rëndësishëm në fushën e punës dhe dokumentacioneve. Është një moment mjaft i mirë nga ora 10 deri në orën 14:05, sepse ju dhe shenjës e binjakëve keni një moment shumë të artë në fushën e punës suaj, në fushën e biznesit. Gjithashtu, lidhjet që kanë të bëjnë me bricap dhe me virgjëresh janë të mbara. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra të mëdha. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Meqenëse gaforet duket se tani në këtë periudhë janë pak a shumë në dilemën e tyre, në çështjet që kanë të bëjnë me karrierën e punës, kanë të bëjnë me vendimet që do të marrin në anën e tyre. Gjithashtu është një mundësi e artë për sa i përket çështjeve të ekonomisë, për sa i përket vendimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni tani e tutje. Është një kohë mjaft e mirë, tepër pozitive mbi çështjet aktuale që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me stabilizimin. Dhe në gjërat konkrete që ju keni dhe mundësi që jepen tani e tutje,
është një moment mjaft i mirë dhe një moment që vërtet do ta shikoni dhe vetë ku gjërat që do të ndikojnë në fushën e karrierës për juve të kësaj shenje, sepse gjithmonë të shenjës semaforët kanë një mundësi tani deri në fundi i vitit do të thosha unë, por me që se filloni tani gjërat janë më pozitive. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep të diçit të tretë duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që janë luanë. Luanë të dashur, edhe pse kjo periudhë që është tani, një periudhë ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në suksesin dhe garancinë tuaj, ku është një moment mjaft i mirë, një moment që vërtet juve interpretoni ndryshe gjërat, por është një moment shumë i mirë dhe tepër i artë tani e tutje, ku do keni mundësinë e punës suaj, do keni mundësinë e karrierës suaj, sepse lidhjen e punës dhe karrierës ka ndryshime shumë të mëdha në anën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat, ndryshimet që keni tani dhe mundësitë të arta që keni në fushën e biznesit është një kohë shumë e përshtatshme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë parë, me ujor të 10 ditë të tretë, duket se është një moment mjaft pozitiv dhe i keni gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin tuaj që keni pasur më përpara. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Virgjëresha. Për Virgjëreshat në fakt tani për tani, edhe pse keni pasur probleme të ndikimeve të mëdha dhe mundësive të arta që keni tani atutje, nuk ka vend për të shqetësuar sepse është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë e artë, sepse ndikimi që ka të bëjnë dhe mundësi që ju jepet miqtemi të kësaj shenje është një moment shumë pozitiv nga ora 12 e tutje, sepse dielli që formon një gjashtkëndësh me Marsin është një kënd shumë i mirë në lidhje me punën dhe ndikime shumë të mëdha që do të keni tani e tutje, ku juve futeni në klubin e përfituesve si një shenjë toke, siç janë Briçapët dhe Demët, por keni dhe mundësi të artë në lidhje me anën tjetër të anës së dashurisë, sepse një lidhje që keni pasur me peshk dhe keni pasur disa probleme e zgjidhni, kurse me dash është ndikimi favorit. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa i përket peshoreve, peshore duket se tani kanë mundësinë e artë në ndikime dhe favorizimet e tyre, është një moment shumë i mirë tani në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa vendime që do të merrni, por janë vendime pozitive dhe jo vendime kocikoti. Është një moment mjaft i mirë tani dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe kjo do t'ju bëjnë të ndjeni superior në fushën e karrierës suaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep duket të mbara, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla, por kjo do të thotë që është momenti më i mirë i mundshëm tani për zgjidhur problemet e së shkuarës. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë Akrepët. Meqense Akrepi duket se tani në këtë periudhë ka nisur një ndikim shumë i mirë, tepër pozitiv, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime të mëdha që keni tani atutje. Këto janë ndryshime që i përkasin të tashmes, sepse juve keni mundësinë si Akrep që jeni për zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur, çdo lloj çështje që keni pasur, që është një moment mjaft i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Briçap dhe me Gafore duket të mbara, pak vëmendje do të keni me Dem të 10 diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që luani role shumë të rëndësishme në ekonomi, role të rëndësishme në punë, në vendime që merrni, në periudha të ndryshme, favorite dhe stabilizuese në çështjet ekonomike financiare, në biznese dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luanët e diçit parë dhe me dashët e diçit të tretë është diçka shumë pozitive dhe atraktive, do ta thosha unë, me ekonominë dhe me stabilizimin e kohës së punës suaj dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luanë dhe me dash duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë Briçapët. Briçapët e dashur duket se dielli që formon një gjashtkëndësh me Marsin do t'japi mundësi në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me vendime që do të merrni, në lidhje me disa takime mjaft të rëndësishme dhe koha është me juve dhe funksionon jashtë mirë. Nuk diskutohet sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të keni dhe kjo periudhë është periudha juaj
sepse gjërat që do të ndikohen është në anën tuaj dhe një kontratë pune dhe shikoni edhe vetë ka për të realizuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe virgjëresh duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Ujorët të dashur, duket se keni diçka në mendje për të realizuar një çështje pune. Mirë po, kjo ndikon dhe është një farë mënyre mundësia që juve të nisni diçka të re, të nisni diçka që ka për t'ia vlerëtur. Në fundit juve jeni në anën tuaj më të mirë të mushme, në stabilizimin ekonomiko-financiar, në bisedime, në ndryshime, në takime të rëndësishme të veçantë që keni dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit duket se tani ka nisur rrugtimin e tyre drejt ardhmes së sigurt në lidhje me një çështje pune, një kontratë shumë të rëndësishme, sepse duket se gjërat janë pozitive dhe keni kohën e duhur. Ju vetë shënojmë se peshqive keni disa mundësi të arta. Mundësit janë në lidhje me takime, në lidhje me punën, në lidhje me studime, në lidhje me disa parat të pamarra i merrni, dhe kjo bën që juve t'jeni mjaft pozitiv dhe mjaft të rëndësishëm në anën tuaj dhe në bizneset që juve keni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me akrep duket të mbara, pak vëmendje me bricap të 10 të tretë. Këto ishin pak a shumë miqtemi parashikimet e datës 26 qershor të 2025. Para se të ndajmë bashku, nuk kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe kërkoni një parashikim të detajuar, kemi pikërisht faqen roz astrologu.al, duke klikuar dhe ja prash pikërisht kjo faqe, e klikoni, e shikoni, zgjidhni paketën tuaj, numër për katës së bledes dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që çdo video që astrologu.al ngarkon në YouTube, e dëshironi ta shikoni të parë, të dëgjoni të parë, atëherë tek butoni këtu e klikoni, jeni gati pastaj mbasi bëni të gjitha ato veprime siç e shikoni në ekran dhe mund dërgoni mesazhin dhe të merrni like përgjigje. Nga Unë Rëpulla, një ditë të mbar ju uroj. Jesë mirë.